Dy vëllezër shqiptar humbin jetën njëri pas tjetrit. Peja është rrëmditur nga një tragjedi e rëndë familjare. Fillimisht Gazmen Maloku Meni humbi jetën pas një aksidenti që kishte bërë para disa ditësh në Pej, por dhimbja për familjen Maloku nuk përfundoi me kaq. Vetëm pak më vonë, edhe vëllai i tij Bashki Maloku ndërroi jetë pas një gjendjeje të rënduar shëndetësore. Bashkimi ka ndërruar jetë në spital brenda rreth një ore pasi I kishte marrë vesh lajmin për humbjen tragjike të vëllait të tij. Fillimisht Gazmenti humbi jetën si pasojë plagëve të marra në një aksident me motociklet. Kur lajmi për vdekjen e të vëllait të vogël I erdhi bashkimit, ai po trajtohej në spital për një sëmundje të rëndë. Gjendja e tij u përkeqësua ndjeshëm dhe ai fatkeqësisht ndërroi jetë. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.